Të jesh nën. O, të jesh nën është një, nuk e di që të them, është edhe një mrekulli që Zoti e bekon gruan të bëhet nën, por është edhe një përgjegjësi shumë e madhe, që të rrisësh, të edukosh, të shkollosh, edhe prap të kesh marakun për ta. Kjo është nëna. Zysha, nisim njëherë me mëmësin dhe pastaj me mësuesin. Cila është, më shpjego pak për ndjesinë e të qenit nën, çfarë do thotë për ju? Është një ndjenje e cila nuk ka të krahasuar me asnjë lloj gjëje tjetër. Është fat të bëhesh nën, është bekim nga Zoti, dhe unë me që jemi dhe në pragun e fejsave të 7-8 marsit, unë i uroj të gjithë edhe ato gratë cilat nuk kanë arritur akoma të bënë, nëna të bënë dhe shpresoj shumë që duart Zotit t'u ambush shumë shpejt. Është bekimi më i madh që Zoti na ka dhënë ne grave, ne femrave. Pa diskutim. Sigurisht edhe unë jam nën dhe më besoni, asnjë ndjesi në botë nuk ma ka ngrohur shpirtin më shumë se sa momenti kur i me bi më thiri për herë të parë mami. E vërtet. Besoni. E vërtet, shumë, shumë. Ti ke një këngë për nënën dhe unë dua ta nis ndryshe këtë emision se ja kam dedikuar vetëm grave mësuese, ka dhe mësues, pa diskutim të ato i falenderojmë që kanë kontribuar për shoqërinë, por grave mësuese, por edhe nënave. Po, zemër, unë kam një fatë se kam qenë edhe mësuese, jam edhe nën. Ja, shikon, nuk e dija këtë detaj. Po, ja ta di. Do më tregosh edhe për mësuesin. Pa tjetër. Por të qenurit nën edhe me zërin që e kam, gjithmonë e kam dje brënda vitës që duhet ja kushtoj një këngë fëmijës tim. Ja ke kushtuar fëmijës? Po, edhe e kam bërë edhe tekstin me muzikën, edhe ka orkestruar dhe incizuar Naim Gjoshi, edhe klipin e ka bërë Kudret Plaku, të cili duat të i falenderoj jashtë mase se pa ata unë nuk do ta kisha bërë atë gjë aq të bukur, aq të ndjerë. Kështu që mendoj nga gjithë këngët e mia kjo rrin veçantë si nuse aty, se është dashuria ime më e madhe që kam për fëmijët. Edhe e shoh që edhe teksa po e tregon me emocion. Po me emocion normal, sepse vërtet. Do më këndosh pak? Po pak, po. Po e ndryshoj formatin e emisionit. Unë sot kështu që na lejohet, besoj edhe... Ishte janari ftohtë, e binte shumë dëborë, Zotit pruni ty, maj bukuri në botë. E vite ti kin shpejt, e ti murit e virë, ti shpirti mi dashur, i bukur që vahirë. Ti e dritë e shpirti tim, ti e loti e gëzim, kur ti më buzë qesh, kur ti më buzë qesh, për mua je bekim. Shumë faleminderit për emocionet që na përcollen në studio. Faleminderit, Sonila. Ju keni sa fëmijë? Unë kam 2 fëmijë, Sonila, një djalë dhe një vajzë. Po, pse i ke kushtuar këngë vetëm djalit? Po sepse djali është para vajzës. Ashtu, mos e ke bërë me hile? Jo, me hile jo, se e kam menduar dhe këngën për vajzën, por... Pritet së shpejti? Besoj se po. Shumë mirë. Besoj se po. Cili ka qenë momenti më i bukur që ju ka dhuruar vajza, por edhe djali? Vërtet, momenti më i bukur ka qenë kur ka ardhur ajo në jetë mbas 10 viteve të djalit, të artit. Edhe kur ka ardhur e gjiti në jetën tonë, ti nuk e beson, Sonila, se ka qenë një gjë, një mrekulli tjetër, ndërsa e përjetova lindjen e artit si një gjë që nuk mund përshkruhet, kur ka ardhur kjo mbas 10 vitësh na bëri prap më të rinj, më të dashur, më të ngrohtë, më të besuar me njëri tjetrin, më të përkushtuar me njëri tjetrin, ajo ishte si një dritë dielli, kështu një që na nuk di çfarë, fjalë nuk kam Sonila. Vajza? Vajza. Ndërsa Arti ka ardhur fill në 85, sa kishim mbaruar studimet të dy me Arifin, për kanto unë dhe Arifi piktur, dhe shkojmë qytetin tonë të Librazhdit, ku unë isha mësuese muzike dhe Arifi ishte në shtëpinë e kulturës. Aty Arti ka lindur dhe vërtet ishte një borë, një acar, një tmerr i vërtet mirë, po. Librazhdi ka shumë dashuri, Sonil, edhe aty
tek spitali ku kam qenë, kam pas një përkujdesje absolute nga doktorët, nga infermierët, nga gjithë stafi, sepse vërtet isha mësusja, po isha edhe këngëtarja, isha dhe njeriu që ju kisha falë dashuri dhe ata në një farë mënyrë doni të ma kthenin. Edhe ardhja artit në jetë ishte bekim. Idealit. Po. Dhe vajza pas 10 viteve? Pas 10 viteve vjen e gjiti. Kështu që unë jam nëna më e lumtur në botë. Unë pa ta të dy nuk marrë do të frym. Gjithmonë i them që unë pa ju nuk marrë do të frym. Po e them vërtet që pa ta, ata janë një... Besoj edhe ata pa ty, e? Po sigurisht, sigurisht, por unë them se më japin edhe motiv për jetën, më japin edhe për kushtim për gjërat që bëj, që thonë bëje mami këtë, dhe kjo është bukur, dhe kjo vajza në çdo moment më thotë mami je shumë e bukur, je vishu shumë bukur, je bërë shumë bukur, gjithmonë thotë me shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur. Kështu që ka shumë nevojë njeriu të ndjej nga njerëzit që do dashurinë, të kthehet. Mua më shkthyer shumë fish nga çka më dhën, kështu mendoj. Edhe